Për sot do bëjmë petanik. Petaniku është një gatim karakteristik i zonës të Pogradecit të Korçës. Petanikun e kemi zëmbruar njësoj si për byrek, por nuk do ta tollim me një sheste, do ta tollim me miell, dhe kjo e do petën një çik më të plot, pasi peta e petanikut do piqet në pllakën e sobës. Ata që nuk kanë sobë druri, mund ta pjekin në sobat e korrentit, në një tepsi, duke hapur sa forma e tepsisë, duke vënë petën sipër dhe duke futur në sobë e korrentit. Ne sot do ta bëjmë petanikun të pjekur lart në pllaka e sobës. E marrim brumin, e kemi ngjeshur mirë, e kemi lënë të pushojë në gjysmë ore. Tani e hapim për së gjati, kemi hapur brumin, tani e presim në pjesë për të bërë petët e petanikut. Në këtë mënyrë e presim të gjithë brumin. Tani marrim, i bëjmë topat rumbullak. I bëjmë me miell dhe i vendosim në tepsi. Në këtë mënyrë vazhdojmë me të gjitha topat, duke i bërë rumbullak dhe duke i lyer me miell dhe duke i vënë në tepsi. Në këtë formë dhe në këtë masë i bëjmë të gjitha një nga një. E hapim petën duke i dhënë formë rumbullake. Gjithmonë duke i hedhur miell. Petët e petanikut nuk hapen me një shesë, hapen me miell. Vazhdojmë, e hapim petën. Ja, në këtë formë, edhe në këtë masi, i bëjmë të gjitha petët. Tani që e mbaruam petën, shkojmë edhe e hapim kesova për ta pjekur. E marrim dhe hapim petën mbi pllakën e sobës, e lëm sa ta avëllojë çik lagështira. E kthejmë nga ana tjetër. Dhe tani e heqim e vëm ke piceta që kemi shtruar ke tavolina. Tani petët ne mund t'i përgatisim një ditë më përpara dhe mund t'i palosim në këtë mënyrë. Një mbledhje me një pecet, i futur një plasmas dhe mund t'i shtrojmë të nesërmen, varet në varësi të kohës që kemi në dispozicion. Në këtë mënyrë vazhdojmë, i bëjmë të gjitha petët dhe i japim një nga një, duke i kthyer let dhe nga ana tjetër. E lëm sa t'ja avëllojë dhe këti lagështira e bëjmë palë me gjithë petët e tjera. Tani heqim dhe e vëmë mbi petët e tjera. Kështu vazhdojmë me të gjitha petët derisa të kemi përfunduar, mbasandaj fillojmë rreshtojmë petanikun duke i hedhur përbërësit e tjerë. I kemi zier fasulet në një tenxhere, i kemi kaordisur me një qep,
I kemi edhe krip, tani i kemi gati për të rreshtruar tek petaniku. I kemi përfunduar petët, i kemi dhe një pikë të lehtë mbi sobën e zjarit. Kemi marrë tepsi, e kemi lyer fundin e tepsisë me vaj dhe tani shtrojmë petën e parë. Jemi munduar që petët i bëjmë rumbullake sa tepsia. E spërkasim me pak vaj, e spërkasim dhe me lëngun e fasuleve. Dhe tani vazhdojmë dhe me petën e dytë. Edhe petën e dytë njësoj si petën e parë. E spërkasim me vaj. I edhim lëng nga fasulet. Dhe tani shtrojmë fasulet. Në këtë mënyrë do vazhdojmë me të gjithë petët. Kemi bërë rreth 12 petë. Në 2 peta do hedhim 3 fasule. E kemi përfunduar së shtruarit të gjithë petanikun. Vëm dhe petën e fundit. E marrim e spërkasim me vaj në të gjithë petën. Dhe tani i hedhim lëngun e fasuleve në të gjithë petanikun. E kemi përfunduar së rreshtuari. E kemi përfunduar së shtruarit të gjithë petanikun, duke hedhur fasule, lëng fasule, edhe vindyr. Tani e fusim në furrë në temperaturën 325 gradë për rreth 45 minuta. Tani petaniku me pul ka përfunduar pjekjen, e presim. Kemi prerë në pjesë diagonale ose në forma trekëndore petanikun e fasule. Tani e marrim dhe e servirim për të ngrënë. Kjo ishte menuja jon për sot. Ju bëf të mirë. Kemi serviru në pjatë petanikun me fasule.